Një ndër objektivat kryesor është quarja përpara e reformës në drejtësi. Për kryeministrin Edi Rama, reforma në drejtësi e konsideruar si arritja më e madhe e qeverisjes socialiste, prodhoi një sistem gjyqësor formalisht të pavarur, por që sipas tij mungon në panshmëri dhe cilësi. Që prej vitit 2015, Rama dhe përfaqësuesit e Partisë Socialiste kanë këmbgulur se kjo reformë është vepër ekskluzive e tyre, duke minimizuar ose mohuar së fundmi edhe rolin e Amerikës dhe Bashkimit Evropian, të cilët më pari cilësonte bashkëhartues të saj. Ky diskurs ndryshoi sapo hetimet e drejtësisë nisën të afrohen rrezikshëm pranë rrethit të tij të ngushtë, konkretisht te zëvendës kryeministrja Belinda Balluku. Rama njihet për distancimin e shpejtë nga bashkëpunëtorët e tij, kur ata bëhen barë politike, siç ndodhi më herët me figura të tjera të rëndësishme të mazhorancës, ndaj nuk ka arsye të besohet se Balluku përbën përjashtim. Shqetësimi i real i Ramës lidhet me frikën se vala e drejtësisë mund të përfshijë edhe atë vet, jo domosdoshmërisht nga iniciativa e prokurorëve, por nga presioni i mundshëm ndërkombëtar. Kjo frikë shpjegon edhe deklaratat e tij të fundit për një drejtësi të njëanshme. Megjithatë, mbetet e paqartë se në anën e kujt anon kjo drejtësi. Opozita tradicionale është gjithashtu në goditje penale, ndërsa figurat e reja opozitare nuk kanë peshë për të ndikuar. Në këtë panoramë, ndikimi i partnerëve ndërkombëtar mbetet faktori më i mundshëm përcaktues. Paradoksalisht, deri tani, drejtësia e re ka funksionuar kryesisht në favor të Ramës, duke reflektuar orientimin politik që e shoqëroi që në Zanafill.